Këtu ka krim zgjedhor i cili sponsorizohet nga paraja e PIS, i cili është i lidhur me krimin e organizuar. Nga e dim ne, nga tabulatet e Skype, Matrix e tjerë, të cilët na treguan që deputeti Partisë Socialiste në legjislaturës kaluar u kap me presh në dorë dhe ishte caktuar nga grupi kriminal i Durrësit. Nga e dim kësaj radhe, nga e dim kësaj radhe është zgjidhur apo jo, sepse deputeti X në Durrës, i cili kishte marrë në zgjedhjet e kaluara 6 apo 7.000 vota, na ka përcjellën amen 21.000 vota, më shumë se kryeministri Rama, kur ishte drejtues politik i qarkut Durrës. I mori fal meritës së tij të jashtëzakonshme, fal njohjes së tij publike, fal personalitetit të tij të jashtëzakonshëm në parlament, fal oratorisë së tij, apo i mori se X grup kriminal ka mbështetur kandidatin, ai mos shihemi pas gishtit, se kushdo që është në Durrës, në Elbasan, qytete të tjera që na ndjekin, i din shumë se si funksionon ingranazhi kriminal në votim. Aranita nuk është fare. Ju më thoni zezës bardhët, bardhët zezë, por fakti është që kjo është zgjedhjeve i cili i jep shpesh të ndryshme specifike votës. Vota e marrë në Tiranë, po si vota e marrë në Durrës, po dëshot ju në Elbasan. Shumë rëndësishme dhe Durrësi dhe Elbasani dhe Tropoja dhe Asi.